Shërbimet e check-upit dhe dializës do të ofrohen nga vetë shteti. Lajmin e bëri të ditur Ministre e Shëndetësisë Sevis Sala, e cila pas mbledhjes së qeverisë njoftoi se me përfundimin e kontratave koncesionare në vjesht, shërbimi check-upit do të kalojë në administrimin e sektorit publik. Me një tjetër vendim të miratuar nga Këshilli i Ministrave, nga muaji shtator hiqet dhe kufiri maksimal i moshës për check-upin. Kjo do të thotë se për herë të parë kontrolli shëndetësor falas do t'u ofrohet edhe qytetarëve mbi 70 vjeç, ndërsa përfitues do të jenë të gjithë personat mbi 35 vjeç. Këto vendime sjellin dy risi. Për herë të parë hiqet tavani moshor për shërbimin e check-upit, do me thënë çdo qytetar në moshën 35 vjeç e sipër i ofrohet check-upi falas. Për herë të parë qytetarët të moshuar mbi moshën 70 vjeç do t'ju ofrohet nga shtatori shërbimi i check-upit. Një hap shumë i rëndësishëm në aspektin e parandalimit. Gjithashtu, shërbimi i check-upit dhe i dializës, që përkatësisht përfundojnë në shtator dhe në nëntor, të ofruara për momentin nga koncesionari, merren dhe në dorëzim dhe ofrohen nga shteti. Një tjetër vendim i rëndësishëm i qeverisë ishte krijimi për herë të parë i Institutit Kombëtar të Tumoreve. Vendimi i parë është historik dhe ka të bëjë dhe me një sfidën time personale. Shqipëria për herë të parë do të ketë një institut kombëtar të tumoreve. Një institut kombëtar të tumoreve sipas modeleve europiane, kemi marrë si shembull modelin e Institutit Kombëtar të Tumoreve të Milanos. Ky institut do ketë 3 fusha veprimi. Fushën klinike, që sigurisht përfshin shërbimet e kirurgjisë të tumoreve, kimioterapisë dhe radioterapisë, fushën e mësimdhënies, që është pjesë organike e Universitetit Mjekësor të Tiranës, por dhe një fushë të re, fushën kërkimore shkencore, e para e këtij lloji në Shqipëri. Sipas Ministre Sala, ai do të ndërtohet sipas modelit të Institutit të Tumoreve të Milanos dhe do të funksionojë në ambientet aktuale të shërbimit në QSUT.